spital. Pra, ndodhemi në spital. Ka marrë tu sot spital me Gjon Margun dhe do shesin gjithë të tokën këtu. Kjo toka këtu janë me sipërfaqe 11.424 metra katror, tokë e cila është me dokumenta. Jemi përballë universitetit, tërgoja pak universitetin. Tu sot ka plas një okazion që s'ja u pret menja me 30.000 euro për çdo dy lym. Kjo është rruga, kapanonat kanë fillu, është mundësi investimi, nëse ti apo miku jot do t'investosh, do t'bosh kapanone apo çfarë do lloj biznesi, është momenti për të investuar këtu. Të dashur shok edhe miq, shpërndajni këtë video sepse janë 11.424 metra katror tokë me dokumenta, se cila kushton 30.000 euro për çdo të lym. Pra, tash unë do ta marr kamerën edhe do flasi urtaku im Gjoni, është përballë universitetit, mos e leni mas dore këtë investim. Besimi juaj, përgjegjësia jon. Unë dhe Gjoni është sigurt që të ofrojmë okazionet më të mira në tregun imobiliar. Ju përshëndesim, tani Gjoni do flasi për rrugën e për gjitha. Atëherë nga rruga kryesore, nga spitalla për Shënevlash jemi rreth 600 metra nga asfalti kryesor. Tu kemi, si që thalla primi, 11.424 metra, që do të thotë që ka një gjerësi shumë mirë, është e gjerë 60 metra është e gjerë, 190 metra është e gjatë. Që do të thotë të ndërton mbi 2 kapanona. Pra, Gjoni, do më thonë, nga rruga 60 metra kemi 60 metra linare. Gjerësi ballore. Po mirë Gjono, po drita ka këtu, korrent. E kemi dhe korrentin, e? Drita dhe ujtë është afër. Bukur. Me 30 mijë dy lymin, s'ke ku gjenon këtë zonë, që është zonë industriale afër. Zonë industriale dhe salut topi. Ta mund ta blenë 2 pasenak, bëjnë 2 kapanone, se ka gjerësi. Ose 2 vëllezër. Të dashur shokë dhe miq, investimi është i sigurt, besimi juaj, përgjegjësia jon. Përgjegjësia jon, patjetër. Çdo gjatë dihet se është me dokumenta. Janë letra të rifreskumit gjitha. Nxitoni të okazionit tek Afrimi dhe tek Gjoni, mos e humni këtë variant. Këtë rast, se do na kujtoni për mirë gjithë jetën. T'ja tregojmë edhe herë për universitetin sa afër kemi. Përballë universitetit, ja. O Gjono. Kjo është në kanalin. Tash po e Manchester City ku do vi këtu? Kjo pjesa këtu është zona e Manchester Cityt. Pra ne themi zonë industriale, zonë në zhvillim. Zona spitalës ka shumë zhvillim. Dhe është zonë për kapanone. Nxitoni, mos humni këtë rast. Me 30 mijë dylimin nuk gjeni dot në zonë industriale. Shpërndani video dhe ju përshëndesim. Ju përshëndesim, presim telefonata serioz. Respekte. Mos vëno të telefonosh, se do jetë vonë sepse e ka lënë një javë. Ju përshëndesim.